Përshëndetje, mirë se erdhët në një episod tjetër këtu tek podcasti Shkollës së Jetës. Jemi përsëri së bashku këtu live në Cafe Lounge, që nëse jeni në zonën e Brooklynit, ju ftoj për një kafe në 210 Kings Highway në Brooklyn, dhe të bisedojmë dhe njihemi më mirë. Temën që do të zgjidhja këtë javë në fakt ka të bëjë me biznesin, një nga le të themi gjërat që sipërmarrësit më së shumti zgjedhin në biznesin e tyre ose mendojnë që është shumë e rëndësishme është gjithmonë strategjia dhe sistemet. Dhe unë mendoj që kështu ne normalisht të gjithë mësojmë në biznes, por kam kuptuar me kalimin e kohës, le të themi dhe vetëdijshmërinë më të lartë që përfitoj çdo ditë në rrugtimin tim, që ka një mënyrë më të mirë, në mënyrë që ne mos të ndihemi bosh kur i arrim sukseset, ose kur le të themi aplikojmë sistemet ose strategjinë që sapo thash më parë, dhe është sikur është pjesa e shpirtit. Duhet që ta bëjmë shpirtin ton, pjesë të vendimmarrjes ton, pjesë të vetëdijshmërisë ton, dhe mund të jetë një nga strategjitë më të mëdha të në biznes, sepse në fund të ditës, nëse diçka ju tërheq ju ose ju përmbush ju, do të thotë që ka përputhje me rrugtimin tuaj individual dhe nuk ka të bëjë me asnjëri tjetër. Dhe kur intuita juaj ose ajo le të themi thirrja juaj e brendshme ju udhëheq, që në fakt ky është shpirti, atëherë kjo mund të bëjë një strategji shumë e mirë e vërtetësisë, sepse shumica e sipërmarrjeve gjithmonë kanë problemin që se si të veçohen nga njerëz të tjerë, por ti kur ndjek, le të themi ato intuitën tënde dhe ato pikat e rrugës tënde, atëherë këto janë kaq individuale, dhe shpirti jonë gjithmonë duke na udhëzuar, vetëm kërkesa është që patjetër ne ta dimë si ta dëgjojmë, sepse gjithmonë është duke na folur. Kështu që kjo mund të jetë një nga strategjitë më të mëdha dhe strategjitë më le të themi që të veçon në treg, në biznes, në çdo fushë që ti mund të jesh, por edhe që të siguron përmbushje, sepse nuk e di nëse ju e keni provuar, ne kam provuar shumë herë që të arri gjëra që mendoja që duhet t'i arria nga strategjia ose sistemet, dhe kam përfunduar mos u ndjem e përmbushur me atë gjë që unë kam arritur. Kështu që edhe kjo nuk ja blen, sepse në fund të ditës kam kuptuar që prandaj në fakt më ka ardhur thirrje për shkollën e jetës përpara se unë ta themeloja kompaninë time, është sepse kam kuptuar që çdo gjë në jetë është eksperiencë dhe emocione. Ne të gjithë kemi eksperiencën e jetës tonë, kemi uljet, ngritjet, mësimet, fitimet, fitoret, sukseset, të gjithë gjërat që bëjmë pjesë e eksperiencës njerëzore të rrugtimit tonë, dhe kjo është vetëm ajo që ne kemi në dorë, sepse eksperienca jonë është unike nga dikush tjetër, dhe pjesa tjetër është perceptimi ose vetëdijshmëria. Dhe nëse kemi vetëdijshmëri të ulët, atëherë eksperienca jonë do të jetë limituar, dhe nëse kemi vetëdijshmëri të lartë, që është kjo puna që ne mund bëjmë veten tonë, psikologjike ose dhe shpirtërore, atëherë sa më shumë vetëdijshmëria të rritet, aq më shumë ne fillojmë ta kuptojmë shpirtin tonë dhe ta kuptojmë në fakt dhe të fillojmë të kujtojmë në fakt, jo ta kuptojmë, por të fillojmë ta kujtojmë se cilat janë gjërat që na pëlqejnë dhe kemi zgjedhur në jetë që të jenë pjesë e rrugtimit tonë. Në fakt kjo është thënë shumë shpesh, edhe pse si unë jam rritur me pjesën e fatit. Shumë njerëz kanë menduar që gjërat në jetën tonë që mbas suksesit të mëdha janë edhe fat. Unë mendoj që ky është pikërisht gjëja që ne kemi kuptuar më përpara, që fati është i parazgjedhur nga ne në rrugtimin tonë, dhe e vetmja kërkesë që ne kemi është zhvillimi dhe le të themi mësimet e marrjes së eksperiencës dhe rritjes së vetëdijshmërisë në mënyrë që ne të shikojmë se ku i kemi këto fate. Dhe ky fat vjen me intuitën, që do thotë që ti e kap diçka në intuitën tënde dhe aplikon në jetën tënde të përditshme ose në eksperiencën tënde fizike. Dhe unë kështu e përkufizoj fatin sot me gjithë informacionet dhe vetëdijshmëritë që kam fituar gjatë rrugtimit tim, dhe kështu dhe doja të ndaj me ju, sepse në fakt ky është fati jonë që ne kemi zgjedhur, dhe vetëm në mënyrë që ne ta shikojmë, ta ndjejmë dhe të veprojmë me veprime inspiruara në rrugtimin tonë, është që të kemi atë vetëdijshmërinë që shpeshherë ne nuk dim që ekziston, le të themi, dhe shumë njerëz që flasin për këtë gjë mund edhe të keq kuptohen, sepse është një, le të themi, një nga gjërat e reja që gjithmonë evolon, dhe njerëzit po e kuptojnë që nga shumë e rëndësishme, sepse ta hapen syt edhe çdo gjë është në rrugtimin tënd në përputhje me atë që ti kërkon, dhe në fakt çdo ëndër që ti ke parazgjedhur është aty duke pritur ty, e vetmja mënyrë që ti të arrish aty është që ti të fillosh të kujtosh
që kjo është ëndra që ti në fakt ke zgjedhur, edhe cilat janë ato hapat intuitive që mund të ndjekësh për të arritur tek ëndra jote. Kështu që shpirti është një nga mjetet shumë të forta që ne kemi dhe është në fakt niveli më i lartë i gjithë inteligjencës. Për shumë nga ne që gjithmonë studiojmë inteligjencën intelektuale, shpirtërore, inteligjencën e trupit, shpirti është inteligjenca më e lartë që ne kemi sepse ne jemi qenie shpirtërore. Kështu që nëse duam të zhvillojmë një gjë që nuk na çon asnjëherë në rrugën e gabuar, sepse është rruga e shpirtit ton, atëherë shpirti është një nga gjërat që ne mund të merremi më së shumti dhe mund ta kuptojmë edhe më mirë se si funksionojnë këto teori, por edhe si funksionojnë shumë gjëra që ne mund të ndjejmë në jetën tonë, por mund mos t'i japim shpjegime dot nga mungesa e informacionit. Kështu që le themi mbajmë shpirtin si një nga ato mjete që na duhet fort dhe të bëjmë punën e thellë që na duhet me vetëdijshmërinë tonë në mënyrë që ne të rrisim shikimin, dëgjimin, ndjenjën për të kuptuar se cili është hapi radhës për ato suksese, ato qëllime që kemi vendosur për të arritur në jetën tonë. Mos harroni të bëni subscribe, të ndani dhe të lini një review për këtë episod në podcast. Dhe unë po filloj të bëj intervista live këtu në Cafe Lounge në Brooklyn me të ftuar. Kështu që nëse jeni në New York ose në Brooklyn, ju ftoj me kënaqësi të bëjmë të zhvillojmë një intervistë live, sepse biseda live nga shpirti gjithmonë bëhen më të mira dhe dalin gjithmonë ato eksperienca rrënjësore, por më e rëndësishmja, jo që s'kam qenë në herë vërtet, por kur rritet vetëdijshmëria dhe shpirti është ai që në fakt na udhëheq, atëherë ti e kupton që ti nuk ke më tolerancë për asgjë që nuk është e vërtetë. Kështu që këto biseda duhet bëhen të vërteta, të dalura nga shpirti i gjithsecilit, sepse unë mendoj që shumë mund të shtojmë vlerë tek njëri tjetri dhe mund të ndihmojmë njëri tjetrin që të ngrihemi në dimensionet e larta të shpirtit tonë. Shumë faleminderit nëse doni të bëheni pjesë e podcastit, si një ftuar ose e ftuar, atëherë më dërgoni mesazh dhe mund të lëm një orar dhe me kënaqësi e zhvillojmë një intervistë shumë spontane, por dhe shumë të vërtetë. Faleminderit dhe do shihemi në episodin e radhës.